nga i kishim të gjithë të pranishmit, nga cilat fusha po ashtu dhe paka shumë dua dim mbi përshtypjet apo komentet që u ndanë gjatë seminarit. Fillova t'i ftoja personalitete, autoritetet të shquara të gjuhës, letërsisë, historisë në mbarë botën, që merren me Shqipen. Ishte pak vonë për disa sosh, por arritëm shumë mirë që të kemi një kombinim kështu të huajve dhe tanëve, organizuan disa tryeza. Nga ligjëruesi që i kishim, ishin nga Austria, nga Vjena, Dalina Kallulli, një profesoreshe e njohur e gjuhësisë, një sintaksologe nga Venecie, nga Ca' Foscari Giuseppina Turano, pastaj kishim një profesor nga Regensburgu bashkë me një kolege nga Tirana që mbajtën një ligjërat për gjuhëzimin e korrupsionit, për metaforat konceptuale, patëm profesorin Aga Polloni nga Prishtina, shkrimtarin dhe profesorin e njohur I cili pikërisht foli për temën për postmodernizmin. Pastaj patëm një profesor shumë eminent nga Ankaraja, nga Hacettepe University, që fliste për epikën heroike në letërsinë shqipe dhe kryesisht në atë të Ballkanit, por duke e përfshirë edhe letërsinë shqipe. Patëm profesorin Rusakov nga për momentin, ai është nga Shën Peterburgu, po për momentin për shkak të azilit politik që ka ikur nga Rusia, po qëndron në Tiranë, foli për mënyrën habitore të Shqipes. Patëm akademikun e njohur Sabri Hamiti që mbajti ligjërat për letërsinë shqipe. E kështu me radhë, domethënë ligjërata shumë interesante dhe pat shumë publik